10 ratisjet masive nga burgjet që tronditën botën. Dëgjojmë për ratisje nga burgjet që përfshin vetëm një ose një numër të vogël të burgosurish. Megjithatë, historia regjistron edhe raste të jashtëzakonshme kur ka ndodhur ratisje masive, duke përfshirë qindra të burgosur njëkohësisht. Në këtë video do të shqyrtojmë 10 ratisjet masive më të jashtëzakonshme nga burgjet në histori, duke i eksploruar këto ngjarje të jashtëzakonshme në detaje. Numri 10. Labirinti i burgut HM, Irland. Labirinti konsiderohet si një nga burgjet më të sigurta në Evropë, i projektuar kryesisht për strehuar të burgosurit para ushtarak gjatë razirave në Irlandën e Veriut. Megjithatë, me 25 shtator 1983, burgu dëshmoi atë që do të bëjë ratisja më e madhe në historinë britanike. 38 të burgosur të Iras, duke përdorur armë dhe thika të kontrabanduara, morën kontrollin e një bloku qelish duke nënshtruar oficerët e burgut. Në një përpjekje të koordinuar mirë, ata më pas morën një automjet kuzhine për të thyer portën kryesore, duke lënë pas një skenë konfuzioni dhe kaosi. Guximi dhe shkalla e ratisjes tërhoqën vëmendjen e botës dhe nxorën në pa dobësitë edhe në institucionet më të fortifikuara. Numri 9. Burgu Kina 2, Kili. Në dhjetor të vitit 1996, 49 të burgosur arritën një ratisje kinematografike nga Kina 2, një burg me siguri maksimale. Ratisja e planifikuar me kujdes përfshinte një tunel 200 metra të gjatë, i cili zgjati muaj të tërë gërmimesh sekrete, duke përdorur mjete rudimentare dhe vendosmëri të madhe. Tuneli, i pajisur me ventilim dhe ndriçim, të çonte nga brenda burgut në një kasolle të improvisuar aty pranë, të padukshme. Të ratisurit hapën në rrugën drejt lirisë, duke lënë autoritetet të përballeshin me zgjuarsinë dhe shkatësinë të burgosurve që i kishin nënvlerësuar. Numri 8. Burgu i Diyarbakirit, Turqi. I njohur për kushtet e tij të vështira, burgu i Diyarbakirit në Turqi ishte vendi një ratisje masive në vitin 1996, kur edhe 70 të burgosur kurd, shumë prej tyre aktivistë politik, arritën të ratiseshin. Ratisja ishte një operacion i ndërlikuar që përfshinte njerëz të brendshëm dhe mbështetës jashtë mureve të burgut, duke përdorur mjetet improvizuara dhe përpjekje të koordinuara. Të burgosurit poshtë në roje dhe thyen barirat e fortifikuara të burgut. Kjo ratisje jo vetëm që shënoi një moment çlirimi për të burgosurit, por gjithashtu hodhi një vëmendje globale mbi tensionet e vazhdueshme etnike dhe politike në rajon. Numri 7. Instituti Federal Antonio Trindade, Brazil. Me 1 janar 2018, 92 të burgosur nga burgu Antonio Trindade pranë Manaus realizuan një ratisje masive që demonstroi si durimin ashtu edhe mirëkuptimin arkitektonik. Të burgosurit gërmuan një sistem të hollësishëm tunelesh që shtrihej përtej perimetrit të burgut. Ratisja u zbulua vetëm pas një numërimi rutinë të burgosurve dhe hetimi pasuje zbuloi një plan të ekzekutuar me kujdes që përfshinte mjetet improvizuara gërmimi dhe bashkëpunim të brendshëm. Ky incident tronditi sistemin e burgjeve të Brazilit. Numri 6. Burgu Bani, Republika Dominikane. Në një nga ratisjet më të mëdha nga burgu në Republikën Dominikane, më shumë se 100 të burgosur ratisën nga burgu Bani në vitin 2004. Ratisja ishte një skenë kaotike konfuzioni dhe oportunizmi. Filloi me një trazir, gjatë së cilës të burgosurit poshtë në rojet, morën kontrollin e pjesëve të burgut dhe përfundimisht thyen gardet. Kjo ratisje masive nxori në pa natyrën e paqëndrueshme të sistemeve të burgjeve të pafinancuara dhe të mbipopulluara. Numri 5. Burgu Joao Pessoa, Brazil. Në një përpjekje të koordinuar që flet për fuqinë e ndikimit të jashtëm, 105 të burgosur ratisën nga burgu Joao Pessoa në shtator 2018. Ratisja u inicua nga individ të armatosur jashtë objektit, të cilët hapën një vrim në murin e burgut me eksploziv. Me stymit, rëmujës dhe mbeturinave, të burgosurit u derdhën jashtë, duke u ngulur drejt lirisë që shtrihej përtej rënojave. Kjo ratisje guximshme nënvizoi guximin e bandave kriminale në Brazil dhe ndikimin e tyre edhe brenda mureve të burgut. Numri 4. Burgu Koton Karfe, Nigeri. Në vitin 2014,
Burgu Koton Karfe në Nigeri u sulmua nga persona të armatosur që besohet se ishin antar të grupit terrorist Boko Haram. Sulmuesit sulmuan burgun duke përdorur eksploziv dhe armë zjarri të rënda, duke lehtësuar aratisjen në rreth 144 të burgosurve. Ky sulm i guximshëm nxori në pas sfida serioze me të cilat përballet Nigeria në aspektin e terrorizmit dhe kryengritjes së Boko Haram. Numri 3. Burgu Javi, Etiopi. Burgu Javi përjetoi një aratisje masive në vitin 2020, kur shpërthyen trazira brenda mureve të tij. Parafërsisht 200 të burgosur, shumë prej të cilëve ishin të burgosur për arsye politike, arritën të iknin mes kaosit. Aratisja ndodhi gjatë një periudhe trazirash të konsiderueshme politike në Etiopi, me tensione të larta midis qeverisë dhe grupeve të ndryshme të opozitës. Numri 2. Burgu Sarposa, Afganistan. Në një aratisje që duke e shkëputur nga faqet e një romani thriller, afërsisht 475 të burgosur, shumë prej tyre kryengritës Taliban, ikën nga burgu Sarposa në vitin 2011 përmes një tuneli. Tuneli gati 1500 metra i gjatë, i gërmuar nga jashtë në brendësi të burgut, ishte një vepër inxhinierike dhe sekreti. U deshën muaj për të ndërtuar dhe natën e aratisjes, të burgosurit u larguan në eshtje, të pazbuluar, derisa mungesa e tyre u vure në një apel të mëvonshëm. Aratisja ishte një goditje e rëndë për përpjekjen ndërkombëtare dhe lokale për stabilizuar rajonin. Numri 1. Burgu Makala, Republika Demokratike e Kongos. Në krye të listës është aratisja e zakonshme nga burgu Makala, i njohur edhe si burgu Antoine Kaila, në vitin 2017. Mbi 4.000 të burgosur besohet se janë aratisur kur burrat armatosur sulmuan objektin në agim. Sulmuesit, duke përdorur armë zjarri të rënda, thyen muret e burgut dhe hapën portat. Në kaosin që pasoi, mijëra të burgosur ikën, duke u zhdukur në lagjet e mbipopulluara të Kinshasës. Kjo aratisje mbetet një nga më të mëdhat dhe më dramatiket në historinë e kohëve të fundit. Kemi arritur në fund të përmbledhjes sonë, duke nxjerrë në pa 10 aratisjet masive më të rëndësishme nga burgjet në histori. Këto ngjarje qëndrojnë si kapitull të rëndësishëm në analet e kohës. Faleminderit që na u bashkuat. Mos harroni të pëlqeni, komentoni dhe abonoheni për më shumë përmbajtje. Shihemi në videon tjetër.